Kanë thonë janë 3 momente që njeriu potencialisht mund të provokohet ose mund të ketë cyte nga shejtani. Dhe në këto 3 momente duhet jetë shumë syqel dhe mos të jetë gjah dhe mos të bie në kurthën e djallit. Momente këto që secili prej nesh mund të kaloj, domethënë gjatë jetës tij. E para thotë është shejtani mas shumë të i bën cytje njeriu që ka kohë të zbrast, që s'ka kohë fare angazhimi. Dhe historia e feja na ka tregu që njerëzit që s'bojnë gjë, që kanë kohë të lirë, që domethënë nuk e mushin kohën tyre me asgjë, thjesht janë potencial rreziku për shoqërinë. Praktikisht është mirë me pranu që shoqëritë sot ku njerëzit punojnë dhe janë të angazhuar, ka ma pak amoralitet, ka ma pak punë të liga. Momenti i dytë është momentet e zemrimit, momentet e temperamentit, momentet e hidhrimit, kur organizmi vlon, kur gjaku vlon dhe njeriu domethënë ka tendencë me lëviz, me marrë veprim. Dhe këtu vjen një porosi shumë e urtë profetike. Nëse je i zemruar dhe je në këmbë ulu, nëse je i ulur shtriu, domethënë kjo porosi profetike është përpjekje me menaxhu maksimalisht zemrimin. Marr parasysh që zemrimi është element përbërës i qenjes tonë dhe nuk mundëm me hjek përfundimisht, por mund ta menaxhojmë. Domethënë nëse ki zemrim të madh, e përmend Zotin e Madhreshëm, ulesh ose largohesh prej incidentit, largohesh prej konfliktit, edhe thjesht e nal veten dhe e përmban veten, sepse ajo është moment ku ti thjesht i cytën prej shejtanit, mundesh me bo vepra edhe kriminale. E treta është momentet e arritjeve, momentet e suksesit. Njerëzit që korrin sukses, njerëzit që arrin diçka, është ai momenti ku potencialisht një njeri mundet me harru Zotin dhe mundet me harru krejt njerëz që i kanë ndihmu me ardhur deri te suksesi. Dhe në atë moment ai mundet me bëni gabim fatal, i cili është i nxitur dhe i cytur nga djalli, është që krejt suksesin me atribu vetvetes dhe me fryje me rrit vetveten, e me hidh vetja në hoj dhe këtu me fillu shkatrimi i tij dhe shkaktrimi i suksesit të tij. Prandaj dietarët janë kanë shumë turë që e kanë zbulu këtë moment. Njeriu momentet e suksesit, domethënë duhet me shpreh mas pari falënderim për Zotin që ja ka dhënë këtë të mundësi dhe gjithmonë me shpreh falënderim për këtë njerëzit që i kanë ndihmuar me ardhur deri te suksesi.